Mandi, kemi nisur kështu javën e risotove. Po Iva, sot kam menduar të bëj një risotto me karqof. Përbërësit për të bërë këtë risotto na duhet orizi para bylet, na duhet kërpudhe freskët, karqofi, gjalp, djath parmigiano, qepe thatë, verë bardhë, vaj ulliri, pak ujë, krip piper të zi. Shumë mirë. E nisëm Dhe pa humbur kohë, Iva, fillem për të gatuar risotto. Vlezim zjarrin. Duke shtuar në tigan, pak gjalp dhe pak vaj ulliri. E kemi zjerë pak më përpara? Shiko, Iva, orizin e kam zjerë pak më përpara për efekt të kohës tonë televizive. Megjithatë kam përshtypjen jo plotësisht, pasi do të kalohet edhe të themi çerek i zjerë, jo gjysmë i zjerë, çerek i zjerë, pasi pjesa tjetër do kalojnë në tigan me përbërësit që ne kemi përzgjedhur për të bërë këtë risotto. Kemi shtuar në tigan gjalp dhe vaj ulliri. Do shtojmë qepen në thatë. Ja thonë një çerek qepe. Mandi na trego pak për këtë recetë. Është një recetë italiane, Iva, ku karqofi gjendet dhe ke neve në Shqipëri. Zakonisht, kur ne e konsumojmë, e marrim të freskët. Në këtë rast, unë mendova ta marr të gatuar, të pjekur në zgar, është i pjekur, dhe më pas është i marinuar në vaj ulliri me limon. Në fakt, Mandi, le të ndalemi pak tek karqofi. Është një përbërës që kohët e fundit ka filluar të përdoret shumë tek ne në Shqipëri. Është një produkt që përdoret jashtë mafie. Neve na ka rastisur, kushdo nga ne, na ka rastisur që në restorantet e huaja ta përdorim. Karqofi është një produkt që përdoret jo vetëm në risotto, përdoret shumë në pasta, si dhe në sallat, dhe në sallata patjetër. Por gjithashtu dhe në supra. Patjetër që ndryshimi kur përdoret në për sallata është fakti që mund të hak dhe i gjallë, ashtu siç patjetër dhe i gjallë, dhe në këtë risotto që unë kam menduar sot, mund ta konsumonim dhe duke të freskët, duke ta vërdisur, dhe më pas duke u përpunuar me orizin. Dërsa unë sot mendova ta marr të përpunuar, të pjekur në zgar dhe të marinuar me vaj dhe limon. Është një produkt që në përgjithësi është shumë e rekomandueshme si në dieta, ashtu dhe nga mjekët, pasi është shumë i pasur me vlera ushqyese. Sidomos për ata të cilët dëshirojnë të mbajnë gjithmonë trupin në peshë, në kontroll, karqofi është gjithmonë i rekomandueshëm. Nuk ka shumë kalori, nuk ka vajra, nuk ka yndyrna, është vërtet një produkt. Atëherë jo, në rastin se ne nuk e kemi orizin të pak të zjerë më përpara, që unë e kam përgatitur për efekt kohës televizive, do ta shtonim orizin para se ne të shtonim kërpudhat. Në rastin siç e kemi ne sot pak të zjerë, do shtojmë kërpudhat e freskëta që i kemi për në kubike të vogla. Jo më kot, Mandi, kemi rekomanduar gjithmonë teleshikuesve gjatë këtij sezoni, në këtë periudhë kohe, kërpudhat, sepse kërpudhat është koha dhe kanë vërtet vitamina dhe vlera ushqimore, Iva, ku kërpudhat ndërthuhet shumë mirë me mishin, me orizat, me makarona, me të gjitha, Mandi. Shumë lloje produkte. Vërtet me të gjitha recetat, themi që është mund të jetë përbërës. Përshtatet shumë në çdo lloj gjëre. Atëherë, Iva, kemi shtuar kërpudhën, shtojmë dhe orizin dhe japim një kavërdisje të lehtë. Karqofin do të shtojmë gjatë fundit, pasi ne kemi të përpunuar pak më përpara që mos na prishet dhe të na ikin të gjitha vlerat ushqimore që karqofi ka. Atëherë kemi shtuar qepën në tigan, pak vaj dhe pak gjalp. Kemi shtuar kërpudhat, kemi shtuar dhe orizin. Tani do të shtojmë verën e bardhë. Do shtojmë pak krip dhe piper. Dhe pak ujë. Siç thamë, Iva, kemi shtuar pak ujë, pasi orizin e kemi gjysmë, të themi më pak se gjysma të zjerë. Ndërkohë, unë përgatis karqofin duke ndarë në 2 pjesë. Do të thënë një gjysmë në 2 pjesë. Unë kam përshtypjen që të gjithë ne kemi provuar karqofin, megjithatë për ata teleshikues të cilët nuk kanë pasur mundësi që ta provojnë, karqofi ka një shije interesante. Interesante, vjen pak si e afët, por është një produkt që ka vërtet vlera ushqimore. Dhe Mandi, ndërkohë që kemi përdorur karqofin, pra në një farë mënyrë shijen e afët të kemi në përgatitjen e risotto, gjithashtu dhe verën, mos ndoshta kërpudha është pikërisht ai produkt që ekuilibron të shijen e afët. Dhe duke shtuar dhe ujë neve që thyem shijen e verës që vjen e afët, duke shtuar ujë,
ose mund të ishte në buljon. Në këtë rast mendova ujë, pasi karqofi ka shumë vlera dhe ka dhe yndyrë, që pasi ne si shtame kemi të marinuar në vaj dhe limon, dhe nuk mendova për të shtuar buljon ose perimish ose mishi ose diçka tjetër. Thjesht mendova për të shtuar ujë, që po duke mos i shtuar kalori më tepër. Sidomos karqofi ka kalori, kërpulla ka kalori. Thjesht mos ta më rëndoja. Duke shtuar edhe djathën parmigiano, bëhet shumë e rëndë, dhe thash për ta bërë më të lehtë shtova ujë. Dhe jemi për pak minuta iva, këtë risotën e përfundojmë. Pasi shishtam, kemi orizin pak të zirë, jo plotësisht, as gjysmë, me kemi pak si gjysmë. Marrim dhe pjatën ku ne do e servirim. Në fund do shtojmë pak majdanoziva për t'i thyrë pak ngjyrën pjatës tonë. Si që kemi thënë për para iva, gjithmonë risottot duhet të lënë pak të lëngshme. Në mënyrë që të jenë sa më mirë të tretshme. Të tretshme dhe kur ne e konsumojmë të jetë më lehtë për të kaluar në... Megjithatë bashkimi me karqofin kam përshtypjen që ta bëj akoma dhe më të lehtë procesin e tretjes, se ne dim që karqofi ndikon shumë mirë dhe në aparatin e tretjes. Pra është një produkt që ndikon shumë mirë pozitivisht. E me që jemi tek produktet, atëherë le të falenderojmë edhe një herë Supermarket Xhangollin, i cili na jep mundësinë e blerjes së këtyre produkteve në hapësirën e supermarketit. Faleminderit Xhangollit, e këty ne kemi mundësi që të blejmë mirë dhe të paguajmë lirë. Por gjithashtu një bashkëpunëtor tjetër dhe një mik i kohës për të shijuar është dhe agjencia Vastur, i cili na mundëson dhënien e çmimit të fituesit të kohës për të shijuar. Do të jetë ai i cili do të fitojë 7 ditë në Alania në resortin The Inn, ku do të ketë mundësi për të kaluar këto pushime verore me njeriun e zemrës plot 7 ditë, ku çdo gjë është e përfshirë. Vastur, autori operator i vetëm në Shqipëri, më shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, si dhe bus charter në Halkidiki. Produktin e gjerë në Koreale të Vastur, ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjencitë Member Vast Group, si dhe në faqen online www.vas.al, ku mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Vastur. Atëherë Iva, jemi gati për të shtuar djathin, sepse jemi gjatë fundit të resetës. Djathin parmigiano, të grirë me rende shumimet. Kemi shtuar pak djath, fikim dhe zjarin, dhe risotton tonë me karqof, e kemi gati për ta servirur. Ja pra Iva, vërtet e shpejt, pasi ne duke zirë pak më përpara orizin në gjysmën të zirë. Kemi mund të ta përgatisim dhe pjatën më shpejt. E servirim duke vendosur pak majdanoz për të thyer ngjyrën pjatës. Dhe pak djath parmigiano për sipër. Të dashur miq, kemi nisur kështu javën e risotove. Do të kemi mundësi gjatë gjithë kësaj jave të ndjekim dhe pse o të mësojmë se si të gatuajmë risotto në mënyra të ndryshme. Duket sikur risotto gjithmonë bën pjesë tek familjet, apo jo? E gatuar në një mënyrë tradicionale apo në mënyrat moderne, le të themi të reja, gjithmonë është një pjatë në cilën ne preferojmë ta konsumojmë. Sot ka zgjedhur Mandi si një recetë të parë për ta nisur këtë javë, pikërisht risotto me karqof, ku elementi bazë ose përbërësi kryesor është pikërisht karqofi. Ne u mundua me pak informacione të japin në lidhje me vlerat ushqimore të karqofit, me të gjitha ato jam e bindur që çdo kush prej nesh i di tashmë vlerat përbërëse të këtij elementi. Mirë, Mandi, të falenderoj, të lumshënduar, të dashur miq, që ndërkohë që ju bëni gati, pse jo, shpejt të shkruani recetën dhe mos harroni në nesër, do të jemi sërish bashkë. Ta shohim se çka menduar Mandi për një risotto të ndryshme këtë herë. Do bëjmë një risotto shumë të thjeshtë nesër Iva, ku përbërësi kryesor është orizi para bujlet. Deri tani ka që zbulojmë Mandi. Nesër na ndiqni sërish në 13:30 në Albania Screen. Miru takoshim.